Mungesa e parkimeve publike në qytet dhe nevoja për të patur më tepër të tilla ka bërë që drejtuesit e automjeteve në Vlorë të gjendur përballë faktit se nuk kanë se ku të parkojnë, të lënë mjetet e tyre ku të mundin. Në këtë fenomen, i cili po merr për masa të konsiderueshme në Vlorë, duke u shtuar çdo ditë edhe më tepër, nuk shpëtojnë as sheshet, trotuaret, vendet ku duhet të qëndrojnë apo kalojnë këmbësorët. Një tjetër projekt, i cili duhet të funksiononte, i krijuar si i tillë vetëm për kalimin e këmbësorëve, është kthyer tashmë në një parkim për automjetet. Preja e radhës së automjeteve, të cilat gjiten mbi trotuar, ka rënë edhe sheshi përpara Bashkisë së Vlorës. Automjete këto, të cilat shtohen çdo ditë edhe më tepër në numër, që parkojnë mbi këtë projekt të ri. Ajo se çfarë është vënë re, është fakti që automjetet parkojnë edhe përpara institucionit kryesor të qytetit, në një projekt i cili duhet të ishte i qytetarëve. Në mungesë të rrugës, shumë prej tyre kalojnë edhe mbi trotuar, mes për mes për të kaluar për shkurt, në zonat që duhet të shkojnë, ndërsa shumë të tjerë marrin kthesën pikërisht në rrugën e këmbësorëve, duke rrezikuar edhe këta të fundit. Gjithashtu mjetet që ngjiten apo zbresin nga trotuari, kthehen më pas në një burim aksidenti. Ato janë edhe një nga faktorët përse qarkullimi rrugor shpeshherë bllokohet për shkak të manovrimit të këtyre mjeteve. Ndërkohë, megjithëse janë të dukshme, makinat mbi trotuar nuk bien as pak në sy të institucioneve, të cilat kanë për detyrë monitorimin dhe ndëshkimin e shkelcëve të kodit rrugor, të cilët abuzojnë edhe kundër rregullave. Në shumicën e rasteve, drejtuesit e automjeteve falen edhe me dashje, për shkak se shumë prej tyre që shkelin rregullin janë edhe punonjës administrate, ndërsa masat administrative për shumë prej shkelcëve të ligjit mungojnë, nga ana tjetër, numri i tyre çdo ditë shtohet edhe më tepër. Madje edhe ato kufizime që janë vendosur në zonë për mos lejim të parkimit të automjeteve aty, nga drejtuesit e mjeteve largohen ose shkatërohen me qëllimin e vetëm që të kenë një vend më tepër parkimi.